ke për këtë katandisje e qua ju të pëndes. Nëse mund të shkurtimisht, ti ke qenë më përpara, ju fusit miq të lunë basha për të bërë deputet, u po them për ty, po të gjithë, rreth e rrotull, edhe zi i radha atjet para pëndes, kur kalonim ne, kur kishte zgjedhje, për të bërë kandidat, edhe për bashkit më kotë, jo më për deputet, apo edhe për një post në parti, tani gjithë, ju duket sigur ju kanë lënë tritoli në dorë dhe e flakin, edhe ikin me vrap. Po kush do të ashok të parti? Së është e vërtet, gjatë? Ti marrë një koment para se të largohet. E vërtet është që s'po del asnjë figurë. Zojani Bjej. Unë nuk mendoj që figurat mbin nga hiqi, askund, jo vetëm politik. Pra figurat edhe duhet të rriten, por ata që kanë guximin, ambicien edhe idealin në disi më të madh, pra tjetër që mund të prevalojnë shumë shpejt në kost disa të tjerë, se në funditës secili do të bëj rrugëtimin e vet. Për sa i takon asaj që ta në lidhje me mandatin, pa diskutim që Osmar përsipër të flas për llogaritë që bën asnjëri nga ata, përderisa ata vendosen që mos marrin pjesë në këtë garë, të i japin të drejtën të gjithëve që të bëjnë të gjitha analizat, komentet edhe atë çfarë mendojnë. Është shqetësuese gjëti antare asaj partisë. Për mua është skandaloze që nuk janë fare në tryez, dhe fakti që unë sot dalë dhe këtë diskutim e bëj nga shtëpia ime, pa diskutim që jam një nga ato të rritë që ti me të drejtë the që ishin shumë të ata që rinin të dera e Lulzim Bashës dhe të doktor Berishës për të bërë deputet, po të gjitha ata që janë lutur janë po atje dhe janë deputet sot. Ata që s'janë lutur asnjëherë nuk janë deputet sot, për këtë më beso. Të falenderoj?